Më ka ndruar jetë vjerri dhe gjithmonë e vizitoj atë gjatë pushimeve, por më thanë që se nuk është mirë që të lexoj aty Kur'an. E vërtet, nuk lexohet Kur'an në varreza. Çfarë bëjmë kur shkojmë në varreza? 3 gjëra. E para, japim një selam për gjithë të vdekurit. Pra kur futemi në varreza themi Assalamu alaikum ahle diyari min al-mu'minin wal-muslimin wa inna inshallahu bikum lahiqun ose yaghfirullahu lana wa lakum ose yaghfirullahu al-mustaqdimin minna wal-mustaakhirin antum lana salaf wa inna inshallahu bikum lahiqun. Janë disa lutje, po një nga lutjet bëhet, e keni për shembull tek libri Mburoja e muslimanit, dhe pastaj shkohet tek varri. Kur shkohet tek varri, gjëja e parë jepet selam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jepet selam të vdekurit. Sepse ka transmetime që nin selamin që jep dikush që e ka njohur atë në jetën e kësaj bote. Dhe pastaj bëhet dua për të. Nuk ka problem se si drejtohesh, por më e mirë është më u drejtu nga qapja. Pra vendoset varri mes teje dhe qapës, edhe bëhet dua për njeriu që ka ndruar jetë.